rikthyer në studio tani për të vijuar me lajme të tjera në InfoKlab edhe në këtë të hënë me kolegen Adelina Onuzi. Mirëmëngjes Adelina, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Viola, ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, shpresoj që të jetë me lajme sa më të mira e her pas here edhe me zbulime, siç është edhe rasti i sotëm. Bëhet fjalë për një zbulim në fakt që ka bërë shumë përshtypje e në të njëjtën kohë është përfolur shumë për shkak të gjithë vlerës që ka. Ne e dim fare mirë që në momentin që një depozit minerale mund të gjendet, sigurisht që përfitimet më pas do të jenë të shumta, siç është përfolur edhe siç është konsideruar edhe ky rast i tillë, një zbulim i jashtëzakonshëm në fakt që konkretisht na vjen në malet e Argjentinës, pra kohëve të fundit është folur edhe është zbuluar edhe pse prej kohësh tashmë ka qenë në diskutime, është folur, është përmendur, është menduar që mund të gjenden pikërisht në këtë zonë, po tashmë kemi rastin për të folur konkretisht për atë çka është zbuluar edhe është gjetur. Depozita përmban rreth 80 milion ons ardhe argjend të kombinuar dhe me më shumë se sa 12 milion ton bakër. E dim fare mirë që secila prej këtyre që përmendëm janë shumë të rëndësishme, në të njëjtën kohë mund të bëjë një motor shumë i rëndësishëm edhe për ekonominë, për shkak të asaj çfarë përfaqësojnë, tregojnë në të njëjtën kohë se si mund të ndikojnë. Ka qenë e habitshme dhe fakti që janë gjetur pikërisht në këtë zonë, edhe pse siç po e thonin pak më parë është pritur dhe mendohej që mund të gjendeshin pikërisht aty, për momenti i finalizimit ka qenë një triumf i jashtëzakonshëm edhe sigurisht priten të vinë përfitime të shumta. Kanë gjithashtu edhe zbatime të gjëra në fusha të ndryshme të industrisë dhe kjo është edhe arsyeja pse janë kaq të rëndësishme dhe pse flitet për një zbulim të tillë madhor dhe si do të ndikojë. Pritet që sigurisht përpos asaj çfarë përfaqëson të ketë edhe vende të reja pune në këtë rast që do kenë nevojë për të punuar edhe për të ndihmuar në këtë rast, por duket sikur do ndryshojë të gjithë sferën edhe të ndikojë në mënyrë maksimale, kështu që prandaj donim të nisnim këtë javë këtë të hënë me një zbulim të tillë, duke shpresuar që të ketë edhe zbulime të tjera, siç ne kemi parë tashmë që sa të pasur e kemi tokën në tërësi, kështu që pse jo të mendojmë edhe të shpresojmë për zbulime të tjera që do të na ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë tek gjithë secili prej nesh. Në një mënyrë apo në një tjetër, edhe nëse mund të jetë në skajin tjetër të botës, ne shikojmë fare mirë që arrim të ndjejmë kur e kemi parë për shembull në tarifat e famshme të Trump, për shembull për çdo lloj ndryshimi që është bërë e ka përjetuar kushdo, edhe në rast të tilla zbulime dhe anët pozitive mund t'i përjetojmë të gjithë edhe mund të përfitojmë nga kjo e mirë në fakt edhe të shpresojmë që t'i mbajmë sa më shumë. Vetëm urojmë që çmimi i arit mos të vazhdojë të rritet, një prej mënyrave më të mira që ekspertët e ekonomisë po themi sugjerojnë për të kursyer para për të ardhmen është pikërisht në ar. Ndërkohë që një tjetër mënyrë shumë e mirë për të ardhmen për të zhvilluar jo në pasuri këtë herë, por për të zhvilluar në dije është edhe të lexosh sa më shumë libra. Kemi folur e stërfolur këto kohët e fundit, vitet e fundit kryesisht, për një brez që nuk lexon, për një, le të themi, shuarje të pasionit për librat, por me sa duket kjo nuk qëndron të paktën referuar shifrave dhe faktit që ka një parashikim goxha interesant edhe pritshmëri mjaft të mira për industrinë e librit. Industria e botimeve parashikohet që të rritet dhe të shkojë në vlerën e 19,37 miliard dollarëve, duke e nisur nga viti 2023, pra nga 2 vite më parë, dhe deri në vitin 2028. Kjo është shifra dhe të paktën sipas ekspertëve është thënë se do të përjetojë një normë rritjeje vjetore 1,2% gjatë gjithë kësaj periudhe sipas një studimi të bërë së fundmi. Janë të dhëna të cilat janë parashitur nga shoqata ndërkombëtare e botuesve dhe mbulojnë 76 vende anëtare. Përbëjnë rreth 80% të popullsisë së botës, kështu që mund të marrim, po themi, një rezultat shumë pranë të saktit, përsa kemi të bëjmë me vendet të cilat mbulojnë pjesën më të madhe të popullsisë së botës dhe nëse do ndalemi konkretisht për të parë se cilat janë vendet që publikojnë më shumë libra, do i shohim sipas kësaj renditjeje. Kemi Afrikën, Nigeria në vendin e parë, sërish Afrika, Tunizia, sërish Afrika, Ghana, pastaj vijojmë me Azinë, Japonia, shkojmë më tej tek Azia sërish Korea e Jugut, ndalemi më tej sërish po prap tek Azia, në Indik të herë, në Europë, Gjermania dhe më tej Mbretëria e Bashkuar për të vijuar me Italinë,
Amerika Latine dhe Karaibet Brazili, Amerika Latine dhe Karaibet Argentina, Amerika Latine dhe Karaibet Kolumbia, Amerika mëtej po themi Shtetet e Bashkuara, Meksiko, kemi Kanadan, Australin, Zelandën e Re. Këto janë vendet të cilat rankohen si, po themi, lexuesit më të mëdhej në botë nga njëra anë, po edhe botuesit më të fuqishëm që do ta çojnë industrinë e librit deri në vitin 2028 në 19.7%. Megjithatë, kjo mbetet për të parë, nëse do të ketë diçka të tillë ende, nëse shkojmë konkretisht tek disa po themi shifra konkrete, Korea e Jugut ka numrin më të lartë shtëpive botuese midis vendeve të anketuara me 75.324 shtëpi botuese në të gjithë vendin dhe një prej viteve që ka shënuar rritjen më të madhe është viti 2023. Nëse deri në 2028 do të arrin të kapen gjitha këto pritshmëritë për të arritur shifra të frikshme, atëherë na mbetet ta shohim. Në fakt, duket sikur kemi nisur këtë javë tashmë me lajme të mira dhe shpresojmë vërtet që të jetë kështu edhe ajo çfarë ne gjykojmë her pas here të ndryshojë edhe pse jo të shikojmë efektin që do të ndihet kudo anë mban botës dhe te gjithë secili prej nesh. Megjithatë, për të kaluar edhe tek një tjetër informacion që besoj tashmë kemi material secili për t'ia dërguar mbase njëri tjetrin apo për t'ia thënë. Në këtë rast sepse sipas një studimi të ri të publikuar në një revistë që flitet edhe njihet kryesisht për këto studime, është zbuluar se qëndrimi në heshtje të plot për vetëm 2 orë në ditë mund të përmirësojë ndjeshëm të gjithë aftësinë e trurit për të prodhuar në këtë rast qelizat të reja nervore. Pra për të gjithë ata që janë kryesisht duke folur dhe duke treguar apo mbase ndonjëherë her pas here dhe mund të jenë duke tepruar me të folurit, duhet kuptojnë që nëse qëndrojnë të paktën 2 orë krejtësisht në heshtje, do kenë mundësinë të jenë kështu me qelizat të reja nervore që mund të ndikojnë edhe mund të transformojnë të gjithë. Ne kemi parë që her pas here mes njëri tjetrit ne themi që do duhej të kemi atë momentin ton të qetësisë edhe t'i lëm vetes pak kohë, por megjithatë tashmë me anë të studimit arrim të kuptojmë që ka ndikuar. Është bërë një studim mirëfillt në këtë rast, duke vendosur edhe zëra në këtë rast, duke vendosur muzikë apo çfarë lloj tjetër gjëje që mund të kenë menduar që është e duhur në këtë studim, por kanë zbuluar që ajo çfarë nevojitet vërtet është qetësia. Ne po shikojmë tashmë edhe nga pamjet të monitor për shembull, që është ai momenti në natyrë, që ai është sigurisht më reflektiv dhe ke mundësinë për t'i parë të gjitha edhe këndvështrime dhe gjithçka që të duhet, por që gjithsesi do duhet që të kemi një moment në ditën tonë që ndalojmë edhe rrim pa folur, kuptojmë, reflektojmë se çfarë mund të ndodhë dhe çfarë mund të bëjmë më mirë. Është shumë e nevojshme her pas here të marrim pak qetësi. Unë këtë fundjavë, Adelin, përpara se të arrija në shtëpinë time, shkova së pari tek shtëpia e gjyshes time, në një fshat ku kam kaluar një pjesë të mirë të fëmijërisë. Fatkeqësi nga njëra anë që nuk ishte më njerëz në rrugë, por nuk e ke idenë se çfarë qetësie është shumë kërkuar dhe thjesht kisha nevojë për të kuptuar se sa e nevojshme është që her pas here të kemi qetësi dhe të gjejmë vetëm këto tingujt e këndshëm të natyrës. Kush e di se sa ide të reja do sjellësh ti në kafen pas emisionit. Me shumë gjasa po. E sigurt që na ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë secilit edhe arrim ta ndjejmë, kështu që vërtet duhet të marrim ndonjë moment që të reflektojmë me njëri tjetrin edhe të kuptojmë. Mirë, ne kemi përfunduar kështu edhe me Infoklabin.